Përshëndetje të dashur teleshikues të UTV News. Sot do të përqendrohemi në atë çka ofron kjo datë historike, 12 dhjetori i vitit 1990. Edhe pse festimet u paraprin ditën e dieshme, sot do të flasim për themelimin e Partisë Demokratike, do të flasim për lëvizjen studentore, një ngjarje që ndoshta sot mund të shihet ftohtë nga ata që nuk e kanë jetuar si diçka që është thjesht politike, si një ngjarje e rëndësishme një partie politike, por në fakt ka qenë një ngjarje e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, sepse ka qenë partia e parë opozitare, kanë qenë ndryshimet e befta të regjimit, ndryshimet të mendësisë së shoqërisë shqiptare, të një shoqërie të mbyllur deri në fillim të viteve 90. Unë simbolikisht sot kam mundur të sjell numrin e parë të gazetës Rilindja Demokratike e 5 janarit të vitit 1991. Sigurisht simbolikisht kjo gazet përcjell mesazhin e fjalës së lirë. Është shtypi i parë i lirë në periudhën e viteve, në fillim të viteve 90, dhe ka sloganin liria e gjithë secilit të bëhet garancia e lirisë së të gjithëve. Simbolikisht përfaqëson të gjithë zërat e studentëve, intelektualëve që u bashkuan kësaj lëvizje, por unë do t'ju ftoja fillimisht të ndjekim insertin, na rikthem pas në kohë e rivim në studio për të zbuluar të ftuarit që do të shoqërojmë përgjatë kësaj bisede. Dhjetor 1990, në mjediset e qytetit studenti, prej ditësh kishin nisur protestat dhe greva e urisë për kushtet e vështira të jetesës, diktuar kjo nga problemet serioze ekonomike që vendi po kalonte. Lëvizja që nisi fillimisht për përmbushjen e kërkesave bazike të një jetese normale, u zhndërrua në një katarsis për shoqërinë shqiptare, një pastrim nga rrënjët ideologjike të mykura të një diktature në gramat e fundit. Fundi ati viti shënoi agimin e stinës së ndryshimeve të mëdha për Shqipërinë, dominon e fundit të bllokut komunist në Evropën lindore. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Edhe pse muaji dhjetor, që pika kulmore e kësaj lëvizjeje që solli më pas dhe krijimin e partisë së parë opozitare pas 46 vitesh pushteti të monopolizuar nga Partia e Punës, ngjarjet historike që lanë gjurmët e rebelimit të popullit nga diktatura nisën më herët. Data e parë historike i takon 14 janarit të vitit 1990, atëherë kur në Shkodër zhvillohet demonstrata e parë antikomuniste. Mira qytetarë zaptuan sheshin për të hedhur bustin e Stalinit, edhe pse akti mbeti në tentativë sepse dhjetra protestues arrestoheshin dhe dhunoheshin barbarisht nga policia, e cila përdori çdo mjet për të shpërndar turmën. Më pas një tjetër ngjarje u shënua po kaq e dhunshme. Ishte ajo e 26 marsit 1990, ku në Kavaj u fye masivisht nga të gjithë demonstruesit figura e diktatorit Hoxha. Njerëzit ishin rizgjuar fuqishëm kundër regjimit shtypës dhe mblefi i tyre ishte i pakontrollueshëm, aq sa në 2 korrik të po atij viti vendosin të hyjnë masivisht në përfaqësitë e huaja diplomatike në Tiranë. Ambasadat me numrin më të madh të azilantëve janë ato italiane e gjermane. Të vetmet ambasada ku nuk pati azilant ishin ajo kineze dhe ajo kubane. Televizioni shqiptar transmeton pamje ku azilantët kërkojnë të dalin, por nuk i lejojnë autoritetet e ambasadave të prononcohen publikisht. Skenat e ndarjes së njerëzve nga familjarët e tyre për një jetë më të mirë ishin kaq dramatike, saqë vala e protestave masive ishte e pashmangshme. Përgjatë muajve gusht e deri në nëntor të po atij viti, demonstratat antikomuniste nisën të zhvilloheshin në të gjithë vendin, e veçanërisht në qytetet kryesore si në Tiranë, në Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Kërkesat kryesore që kishin demonstruesit ishte hapja e Shqipërisë me botën perëndimore dhe rrëzimi i regjimit diktatorial komunist. Ndërkohë që disa kishin përzgjedhur përplasjen e ashpër me regjimin policor, të tjerë vijonin të largoheshin drejt brigjeve të reja, këtë herë me anë të anijeve. Mbi 20.000 shqiptar u larguan me mjetet lundruese në kërkim të shpresës për një jetë më të mirë, për të rritur më pas në 8 dhjetor 1990. Studentët e Universitetit të Tiranës formojnë Partinë Demokratike të Shqipërisë, bazuar mbi idealet e lirisë, demokracisë, pluralizmit politik dhe tregut të lirë.
Udhëheqësit kryesor që spikasin në këtë forcë të re politike janë Sali Berisha, Azem Hajdari, Gramoz Pashko e Aleksandr Meksi, por dhe shumë intelektual të tjerë, të cilët u vunë në krye fillimisht të një komisioni nismëtar i cili parapriu strukturës së mëpastme të Partisë Demokratike. Me një platformë të bazuar në principet e kapitalizmit dhe demokracisë, studentët kërkuan takim me presidentin e vendit Ramiz Alia. Ata i bën të ditur atij kërkesat e tyre, ndërkohë që Alia nuk pranon. Ai argumentoi se vendi nuk është i përgatitur për ndryshime të tilla rrënjësore dhe nëse ato do të zbatoheshin, atëherë destabiliteti do të ishte i madh. Ndërkohë që në vend tashmë kriza ekonomike dhe sistemi politik komunist i dobësuar ishin dukuri tipike të kohrave të vështira që shqiptarët po kalonin. Kjo nuk i pengoi studentët dhe intelektualët të vazhdonin rrugën e tyre derisa Partia Demokratike arriti të bëheshe forcë parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme që do të pasonin në 1991, ndërsa do të merrte drejtimin e vendit në mars të vitit 1992. Are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Mirë, simbolikisht në fakt rrëzimi i busit, edhe pse sipas fakteve historike i takon vitit 91, 20 shkurt 91, simbolikisht është rrëzimi i regjimit komunist dhe aty simbolizohet pikërisht fillimi i ndryshimit, materializimi i ndryshimit për cilin kishin kohë që kishin folur studentët dhe intelektualët që në fillim të viteve 90, ashtu sikurse ndoqëm kronologjikisht edhe nga inserti. Do t'ju uroja mirëseardhjen sot fillimisht deputetit Luciano Boçi, deputeti i Partisë Demokratike i Qarkut të Elbasanit, një është kryetar i PD-s Elbasanit, por dhe themeluesi i Forumit Rinor Demokratik të qytetit. Përshëndetje, mirëseardhje. Njëherë është mirëseardhjen time ja uroj dhe zotit Zenel Hoxha, që aktualisht është kryetari i Dhomës së Tregtisë Biznesit, pra Britani Shqipëri e Madhe, Shqipërisë, më falni, dhe njëkohësisht Britania e Madhe dhe Shqipëri, dhe njëkohësisht në atë periudhë, nëse do referohemi kohës, lidhet me postin e ish kryetarit të PD-s Dega Tiranë në 1990. Dhe antari i Komisionit Nismëtar, që ka qenë organi që drejtonte Partinë Demokratike në fillim përpara se të strukturoheshe mirëfilltasi si një subjekt politik. Në dorë ndërkohë kam edhe një listë që zoti Hoxha pati mirësinë ta sillte sot, një listë e cila përfaqëson rreth 338 firmëtarët, të cilët përshënjuan edhe fillimin e Partisë Demokratike. Ata janë firmëtarët, emrat e cilëve janë depozituar në Ministrinë e Drejtësisë, sepse ishte një kërkesë ligjore për legalizimin e Partisë Demokratike. Dhe kjo kërkesë ligjore ka ardhur fill dhe pas takimit që studentët patën me Ramiz Alin, cilën ne ndoqëm edhe përgjatë insertit. Unë do ta nisja, do të mbetesha tek niveli i diskutimit historik. Pra, kthehemi pas në kohë ashtu sikur se u kthyem përmes insertit dhe të flasim për momentin e parë të angazhimit tuaj. Kur ka qenë angazhimi i parë në lëvizjen studentore, aq që do të sillte më pas edhe themelimin e Partisë Demokratike. Angazhimi i mbi parë ka qenë në orën 12 të datës 9 dhjetor tek Liceu Artistik. Dhe orën mbani mend, është kaq e rëndësishme për jetën e gjithë secilit. Duhet them që çdo kohë që kalon pas atyre momenteve, mendoj që ka kuptimin e vet, por jo as të veçantë sa ajo periudhë kur unë kam qenë i angazhuar me lëvizjen studentore dhe pastaj me organizimin e Partisë Demokratike dhe me organizimin e demokracisë në përgjithësi në tërë vendin tonë, për arsye se ai ishte një angazhim i madh dhe kërkonte jo vetëm atë një dimension lokal siç ishte Tirana, por edhe më gjerë. Ka qenë momenti kur studentët ishin të gjithë të përqendruar tek Liceu Artistik, tek midis dy godinave, Liceu Artistik dhe ish Muzeu Lenin Stalin, që tani është rezidenca e ambasadorit italian. Momenti ka qenë i tillë, unë vendosa në mënyrë kështu të prerë që do t'i bashkohem atyre. Kam patur një djalë student asaj kohe, sot është punon në prokurorinë e Firit. Është nga ana ime, nga Dibra, dhe i lesh një letër për prindrit e mi dhe biçikletën, çantën time, sepse sapo isha larguar nga biblioteka kombëtare ku po punoja, po lexoja. Ju në ato keni qenë pedagog? Unë kam punuar në Institutin e Veprave Hidroteknike. Kam dhënë për një kohë të shkurtër, kam qenë edhe pedagog i jashtë.
Dhe ku I them që unë do hyj dhe nuk dihet nëse do të dal apo jo, kështu që po ta lej dhe ma dërgo tek prindit e mi. Gjatë rrugës takoj një ish pedagog të Akademisë Rendit, njëri shumë gentleman, dhe më thotë që në konfidencë gjatë rrugës, me qenë se 2 ditë më parë ishim takuar rastësisht, pra, me qenë se da ishte një akademik, pra pedagog, më thotë që personin me gjuhë të zi, që është shumë aktiv, thotë, ata kanë vendosur që ta godasin me sniper. Është fjalë për Azem Hajdarin. Unë nuk e njeh Azem Hajdar. I drejtohem direkt grupit të studentëve, nuk mund të them turm, por grupit më aktiv të studentëve, pra rreshtit të parë, aty vërtet shoh Azemin, shumë I pa përbajtur, që do të shkonte të ndeshësh me policinë dhe aty bisedoj me studentë të tjerë, megjithëse ishte një moment shumë I acarues, mund të them, sepse policia ishte shumë afër. Them unë kërkoj që të largohet ai djali me gjupin e zi, sepse kjo është situata. Ata thot tani unë I evidentoj emrat e tyre, siç ishte Arben Lika dhe Shinasi Rama, Tevatlin Malshiti, e të tjerë me radhë që do të ishte kënaqësi të përmendet, por sigurisht që në kujtimet e mia ato janë prezente dhe do të jenë të shkruara. E morëm Azemin, si thua e larguam nga vija e parë dhe pastaj këta që përmenda dhe studentë të tjerë thonë jemi në një situatë të tillë që duam më shumë suport, më shumë mbështetje. I them ktheni syt, ka mbështetje sa duash dhe në fushën që tashmë nuk është fushë midis ambasadës amerikane dhe muzeut Lenin Stalin ose aktualisht rezidenca ambasadori italian, kishte me 10 qindra qytetarë të Tiranës dhe studentë të tjerë që po zbritishin për t'u bashkuar grupit të studentëve. Ky grupim ishte nga liceu deri tek ambasada amerikane, pra ishte solide. Pra që nuk ishte pamundur që të depërtosh, pra numri ishte shumë I madh I studentëve që po protestonin. Policia po grumullonte forca në mënyrë të vazhdueshme derisa erdhe mjetet motorizuara, siç ishin autoblinda, forca të ndryshme të policisë, edhe ato ushtarake, po të policisë, por me ato uniformat e tyre, dhe ishin disa lloj kalibrësh armësh përballë studentëve. Dhe pritesh nga qasti në qast që studentët do të qolloheshin. Ne bëm një organizim të tillë së bashku me studentët, vendosën vajzat në rrjeshtin e parë. Synimi ynë ishte që policët kur të shikojnë vajzat në rrjeshtin e parë, sipas traditës tonë nuk mund të qollonin mbi vajzat dhe kjo ishte ajo. Dhe po afroheshim, po vinte ora 1, aty përshpritesh që më vonë nuk komentua për shkak se po vinin qytetarët e Tiranës për të shkuar në stadiumin kombëtar që Mustafa, sepse ishte një ndeshje futbolli atë ditë. Më vonë të gjitha këto sqarohen që forcat e policisë morën urdhër për të goditur studentët me shkopin gome dhe me shkelma dhe duke I kapur tërhequr zvar. Sollën makinat ushtarake të asaj kohë që quheshin IFA, morën disa studentë dhe I hodhën në IFA. Një djalë I ri ishte I gjakosur rënd, një vajzë ishte e goditur rënd, Mimoza Zhamo, shumë aktive gjatë asaj demonstrate, dhe mbushën këto makinat policore. Në këtë moment, duke parë dhe gjendjen e studentëve, kishte edhe me të fikët. Kjo ishte periudha dhjetorit, domethënë ishte ky, po flas për datën 9. Për datën nga ora 12 deri në orën 1 Shumë dinamike zhvillimet dhe duket sikur nuk I përkasti një ditë të vetme. Shkojmë unë I bashkohem studentëve dhe në IFën ku isha unë ishin 3 policë, ndeshem me ta, I them unë drejt spitalit, kur kaluam në rrugën Bardhyl që I thonë. Pastaj kryqëzimin tek farmacia 10, pash që nuk do të ndalohesh, nuk do shkonim në spital, sepse një pjesë e madhe e atyre që ishin në makinë dhe në makina të tjera ishin të plagosur. Pash që morëm drejtim tjetër dhe fundi ishte në burgun e Tiranës. Dhe
sigurisht ato kishin marrë masat e tyre, na morën, na zbritën, ata që ishin kështu pa ndjenja nuk pyetën fare, me fjalë në mënyrë shumë të ashpër. Ajo ishte një moment që unë reagova ashpër dhe i them që kjo është një sjellje antinjerëzore. Ato autoritetet e burgut më thonë që po ti kush je, thash unë jam pedagog dhe jam aktivisti të drejtave të njerëzit, se sapo kishte filluar shoqata Helsinkit këtu në vendin tonë. Thash dua autoritetin më të lartë të burgut të Tiranës, e sollën, ishte komisari Myslim Peca, pra është reale, pra origjinale sjellja e tij. Sa po foli, i them, ju duhet jeni nga Kupsi, po. I thash unë, studentët nuk duhet të keq drejtohen, nuk duhet të ndahen, duhet të qëndrojnë në një ambient, sepse kuptohesh po të ndaheshin, ishte rreziku që nuk dihet se çfarë do ndodh me ta. Ky thot, me qenë se ju jeni aktivisti i drejtave të njerëzit, dilni dhe bëni ç'është e mundur për të nxjerrë këta nga burgu, sepse nuk dihet se çfarë do ndodh. Unë nuk kam asnjë lloj fuqie. Fuqia ime është që unë t'i mbaj këtu. Atëherë kthehem, mri në qytetin e studentëve. Ora ishte 2:30, aty takohem me doktor Berishën, ishte bashkë me Besnik Mustafajin dhe Kujtim Qashmën te Godina 4 e qytetit student. Po debatonte me studentët, dikush pro, dikush kundra, pra po diskutonte me ta. E tërheq Mjani, them që e mira është që ta lejmë këtë debat, ne kemi një problem më madhor, si është puna, normalisht me doktorin unë njesha prej 3 vjetësh, pra nga kohë që nga 87. I them kemi student të burgosur në burgun e Tiranës dhe mund t'i dërgoj nga momenti në moment në mbrapa dajtit, se ishte bërë si thuash si tradit, edhe pushkatimet kanë ndodhur në atë zonë, edhe flitësh që çdo kundërshtar i regjimit atje kishte vendin. Doktor Berisha më njëherë ndërpreu debatin, aty diskutimin me studentët dhe bashkë me Besnik Mustafaj shkojnë në Komitetin e Partisë të Tiranës, bëjnë ato përpjekjet dhe presionet e tyre me fjalë të vazhdueshme dhe brenda disa orësh studentët u liruan. Pra, ky ka qenë momenti fillestar dhe shumë i veçantë pra i angazhimit tim. Një pyetje kam pas ti përshkrimi kaq të detajuar që lidhet me përjetimet e forta njerëzore që çdo njeri që ka qenë i përfshirë në televizë i ka kaluar patjetër. A u lëkundët pas asaj dite një moment caktuar mbi vjushmërinë e aktivizimit tuaj në këtë lëvizje, sepse presioni ka qenë i madh, kuptohet edhe nga mënyra se si ju e përshkruat. Duhet të them që unë e bora vendimin dhe e dhash përgjigjen pak më herët, sepse vendosa t'i bashkohem studentëve dhe të vdes së bashku me ta. Në momentin kur jam futur në atë, si thua, në avangardën e protestës së studentëve, në mes tyre, pastaj nuk kishte më asnjë lloj çasti që unë të mendoja për veten time, por mendoj dhe besoj që e njëjta gjë ishte edhe për studentët, ata nuk mund të mendonin se çfarë rreziku mund të kishte për jetën e tyre. Ata kishin vetëm një angazhim që të ecin përpara, të japin, si thua, goditjen përfundimtare pra në ato moment regjim, pra për të dërguar një mesazh sa më të qartë ndaj regjimit që ne jemi të vendosur, do të vdesim për demokracinë, pra për të ardhmen e Shqipërisë europiane, të cilat ato janë të simbolizuar dhe me parullat që nuk i kishim dëgjuar ndonjëherë, e duan Shqipërinë si gjithë Europa, poshtë dinastia, poshtë diktatura, e të tjera parulla, po. Thirrje nga studentët dhe sigurisht ato ishin sentenca që ndoqën këtë lëvizje deri në kurorëzimin e saj që siç dihet është data 12, kanë qenë 4 ditë shumë intensive, se duhet flasim edhe për datën 8, por unë nuk kam qenë prezent, normalisht që gjithë secili prej nesh ka njohuri për ngjarjet e darkës së datës 8 dhjetor, që është nisja e revoltës, e protestës, e lëvizjes studentore, që pastaj u pasua me ditën e nesme, pastaj me datën 10, ku intelektual, qytetar nga e gjithë Tirana, minator, njerë që kishin vuajtur një jetë të tërë në peshën e diktaturës, ju bashkuan kësaj lëvizje në qytetin studentëve, në fushën e studentëve, aty u improvizua dhe një podium në fushën e sportit të studentëve, pastaj lëvizën më lart në sheshin që sot është quhet sheshi Demokracia, dhe ku secili, qoftë student, qoftë intelektual, punëtor,
bënin deklaratat e tyre pro në mbështetje të studentëve, si thuaç pastaj ndodhi si puna e Ortekut që rritesh vazhdimisht. Ishte efekti domino. Në çdo minutë me fjalë ne shikonim që ndryshoi përmasa televizjes. Masivizohesh lëvizja dhe kjo sigurisht rris edhe shpresën e studentëve për arritjen e asaj të cilën nisën një ditë e 2 ditë më parë. Zoti Hoxha, në fakt këto kanë qenë të gjitha përjetime të forta sepse ju keni qenë në pjesë aktive e kësaj lëvizje. Sigurisht që Tirana në atë kohë mund të themi ka qenë bërthapa e kësaj lëvizje, edhe pse shkëndijat e para sikurse i ndoshëm edhe në insert kanë ardhur nga qyteti i Shkodrës, por më pas ky efekt domino është ndjerë edhe në qytetet e tjera, si është ndjerë në qytetin e Elbasanit. Zoti Voçe, unë këtë besoj se është lënë pak në hije në qytetet e tjera, sepse dhe kronikat e kohës i takojnë përgjithsisht Tiranës. Në Tiranë. Po. Në fakt edhe ky lloj themi rrjet informativ që ekziston sot nuk ka pas ekzistuar, ka qenë vetëm televizioni publik dhe Radio Tirana, ajo që transmetonte informacione të tilla, por Jehona, duke qenë se Elbasani ishte shumë afër, goxha e madhe ka qenë dhe në qytetin e Elbasanit, aq më tepër që Elbasani ishte ndër qytetet universitare, krahas Shkodrës që ju e përmendët, krahas Korçës edhe krahas Gjirokastrës, pa ndarë këtu Universitetin e Tiranës nga i Kamzës. Dhe Jehona vërtet ka qenë shumë efektive, fort dhe reflektuese si në radhët e studentëve, ashtu dhe në radhët e qytetarëve të Elbasanit. Ndër vite Elbasani është shquar për një lloj kulture qetësie, intelektualizmi të butë ose revolte të butë shprehur, por gjithmonë revolta ka qenë e fortë, e pa shprehur dhe priste këtë lloj eventi ose këtë lloj ngjarje që ajo të shpërthente. Mbaj mend që studentët e Tiranës u organizuan dhe në qytetet e tjera, në universitetet e tjera, ka pas një nukull që ruante komunikimet. Unë ruaj në kujtes këtu pedagogun tim, njëkohësisht kolegun ato momente, sepse unë kam qenë pedagog sapo kisha nisur, isha shumë afër studentëve, Bardhul Matraxhiu, që ka qenë ndër pedagogët më aktivë dhe që afronte studentët ose nuklin e studentëve, dhe kujtoj Romeo Karajn, i cili ishte, si thuar, sozia e Zemajdarit në Elbasan, ishte ai elementi kryesor që organizoi edhe pjesën e asaj që u quajt përfaqësia e Elbasanit në grevën e urisë. Më pas studentët me mençurinë e tyre në udhëzimin edhe të pedagogëve të tjerë shpëtim vysh, ka mbaj mend që ka qenë me Meçeliku, sigurisht ka qenë i angazhuar në mënyrat e tij dhe evoluan në kërkesat e tyre edhe për statusin e universitetit, duke kamufluar dhe idet ose kërkesat politike me kërkesa përfaqësimi universitar. Pas kësajt ushtri edhe në qytet u ndje shumë Jehona, është lënë pak në hije, është e vërtet kjo, edhe në ngjarjet historike nuk përmendet. Në Elbasan ka një lëvizje specifike në mbështetje të grevës së studentëve dhe të themelimit të Partisë Demokratike, është lëvizja e datës 14 dhjetor. Pat një angazhim fuqishëm nga sindikatat, sigurisht në bashkëpunim me studentët edhe në bashkëpunim me intelektualët e Elbasanit. Ka qenë thyerja e frikës parë në qytetin e Elbasanit, është një nga revoltat që duhet përmendur dhe duhet futet në histori, pavarësisht dritjeve që ajo përmban, pasi aty pjesa më e madhe ka qenë spontane, po sigurisht kishte një nukull të organizuar dhe ky nukull pastaj në momentet e tij shpërndau të gjithë përfaqësuesit në pjesën e rrugëve dhe rrugisave të Elbasanit. Mbaj mend shumë mirë që një pjesë u zhvendos në godinën që sot është godina e gjimnazit, ish Institutit Pedagogjik të Elbasanit, se sot është universiteti, dhe kërkuan thirrjen e studentëve të tjerë pedagogëve në mbështetje të kësaj lëvizje. Dhe një pjesë e madhe i është përgjigjur. Revolta ka vazhduar prej 2 orësh, mbaj mend që kemi lëvizur atëherë nga qendra me një grup pedagogësh, midis tyre Ibrahim Zabzuni, që është pedagog i arteve, Shpëtim Pezën, dhe kemi lëvizur në drejtim të gjimnazit kryesor Daskal Todri sot dhe Kristoforidi dikur që është më përpara. Dhe në fakt kjo ngjarje kaq e rëndësishme ka përfaqësuesit e vet. Ne si Elbasan mundohemi që ta fusim në histori, vit për vit bëjmë një përkujtim, takim përkujtimor për këtë lloj lëvizje, për këto njerëz cilët psuan dhe fadin e tyre. Disa prej tyre u arrestuan, u mbajtën në qeli, u dënuan pas ose kërkuan që t'i dënojnë pasi pati kërkesë nga Partia Demokratike për lirimin e tyre, ka pas një trusni shumë të fuqishme atëherë dhe trajtimi ka qenë makabër. Kontaktet që kemi pas këto njerëz i kanë rrëfyer të gjitha këto ngjarje, kuptohet ai sa lejon natyra njerëzore, sepse
e keqja ndonjëherë frenon ta tregosh si e tillë që ka ekzistuar në forma të tilla. Ne përgjatë të gjithë kohës kemi qenë shqetësuar, jemi munduar të mbajmë kontakte me themi njerëz që mund të siguroshin një lloj informacioni. Duhet të them që terri informativ ishte i plot, sigurisht to organizatat e partisë të besoni se do të ndodhte në ato momente, se për të kuptuar pak edhe psikologjikën e kohës, njerëzit kanë atë shpirtin e reagimit, po çfarë mendime shkalonin? Sigurisht se ju e bët pyetje dhe zotit Hoxha që e vendosët dhe si, domethënë si e përjetuat. Në fakt dilemat janë shakespeariane në momentin që nuk merren si vendime, ose nuk zgjidhen. Në qoftë se e zgjidh si dilema, atëherë dilema është e zgjidhur dhe i shkohet deri në fund. Në ato momente nuk mendosh asgjë fare, ishte një proces që ju e thatë në efektin domino, ishte një tren i cili lëvizte në shina dishese, kishte filluar, domethënë, dhe merrte në çdo moment një shpejtësi inercie, ishte inercia e dëshirës madhe popullore kundër një regjimi përgjakshëm, një regjimi i cili ditët, minutat dhe orët i kishte të numëruara. Dhe në ato momente përjetimesh emocionale është e vështirë të përputhesh mendime dhe të llogarisësh fatin personal. Domethënë nuk është çështje beluli as zotit Hoxha, e ngjova me shumë mendje dhe kam zili për kujtesën e freskët dhe në këtë rast po bëj një parantezë, një hyrje që bëj një apel për gjithë ato njerëz që kanë kujtime të tilla t'i shkruajnë, sepse ne kemi nevojë jo vetëm për historinë e skaluarës, por historinë e largme, kemi nevojë edhe për historinë e afërt. Ka shumë opsione, ka shumë keq interpretime, cilat duhen zbardhur dhe gjithçka duhet vendoset në vendin e vet, roli i individëve të caktuar, i grupeve të caktuara dhe i ideve që paraprin dhe i shtyn këtë, themi, domethënë, këtë grup mendjesh intelektuale shqiptare që ndërmorën këtë lloj iniciative, rezultatet e cilës ne i kemi realisht të përjetuara si realitete konkrete sot. Unë nuk besoj, sepse në një para bisedë ju e thatë, domethënë, ngjarjet që u transmetuan ju duken si krejtësisht pamundura që mund të ndodhin në realitetin shqiptar. Po i komentojnë ndërkohë që po shikonim insertin. Ngjahen si pjesë filmi, jo si realitet. Kjo është e vërtet dhe edhe një herë tjetër po kaloj në një situatë tjetër, është një lloj unë ndjej keqardhje që brezat e rinj nuk kanë një lloj perceptimi real midis asaj pjese para 90-s dhe asaj pjesës pas 90-s, sepse kjo është dhe baza e shumë keqkuptimeve pas të ligjërimit politik që është vendosur në Shqipëri. Se nëse kjo pjesë e historisë unë kërkoj që sqarohet në detaje, do i shërbente si pjesë edhe e gjykimit politik dhe e vendimarrjes votuese politike në ditët që ne jetojmë dhe që janë ditë vendimtare. Sigurisht unë nuk dua ta kaloj historinë. Pra, domethënë ato përjetime ishin tilla që nuk mund gjykoje personal tëndin dhe nuk besoj se ndonjëri nga ata që morën pjesë në Tiranë, që morën pjesë në Elbasan, si studentët, si profesorët e tyre, si intelektualët që i përkrahen, si njerëzit e thjesht punëtorë që dolën në rrugë, që thyen frikën, vran atë ditë diktaturën, megjithëse fjala vras ka të konotacioni negativ, po vërtet e vran diktaturën, qoftë në Tiranë, qoftë në Elbasan. Do thoja që kishin një ëndër cilën gjetën momentin që ta shprehin. Dhe fatmirësisht një pjesë e madhe e ëndrrën, jo vetëm e shprehen, por e realizuan. Normal, pjesa tjetër që ta realizoi priti ditë më të mira si rezultati i iniciativës këtyre personave. Sepse Elbasani sigurisht ishte një lloj refleksioni, unë vetë kam qenë pjesë e refleksionit, sepse ajo që më shtyu që t'jem afër studentëve kanë qenë kushte rrethana të tilla, cilët tjerët ndoshta nuk i kam pasi favore duke qenë pedagog afër trive, me njohjet e mia, me shtyrjen time, me dëshirën për të qëndruar afër dhe me bindjen që studentët kishin një kërkesë të drejtë, luftoshin për një ideal drejt, për një ideal i cili kishte filluar të mbruhesh në Shqipëri, nuk ishte vetëm Shkodra, ka pas disa ngjarje sporadike, mos harrojmë eksodin e dy korrikut, kemi përmendur edhe mos harrojmë edhe disa ngjarje të cilat parashtruan idenë e ndryshimit, ngjarje që ndoshta duhet të interpretohen, ngjarja e Kuçovës, ngjarjet e Kavajës, të gjitha këto në totalitetin e tyre përgatitën një lloj baze psikologjike që më pas shtyn studentët që dalin me kërkesa ekonomike. Dhe realisht unë shoh që në komentet që bëhen thohet që studentët e nisën për arsye ekonomike. Ishte një casus bellus në këtë rast, një arsye ekonomike. Vërtet e brendshmja ishte arsyeja politike. Studentët më mirë se kushdo e kishin kuptuar që kjo formë politike e një regjimi të tillë nuk mund të vazhdonte dhe nuk siguronte të ardhmen e tyre,
familjeve tyre dhe të Shqipërisë në tërësi, prandaj e kundërshtuan në atë lloj forme përkrahur nga intelektualët. Në fakt, ajo çka ishte lëvizja studentore është konkretizuar të mbrim tek data 12 dhjetor me themelimin e Partisë Demokratike. Në lajmin e parë që ka dhënë Agjencia Telegrafike Shqiptare për themelimin e partisë opozitare ka quajtur ato jo Partia Demokratike, sikur ne e njohim në fillim, e qenë Partia Studentëve dhe Intelektualëve të rinj. Ka qenë ky tok fjalësh identifikonte këtë subjekt të sapo themeluar politik, si ndryshoi kjo emërtesë dhe pse, por këtë do ta marrim vesh dhe zbulojmë pas ndërprerjes publicitare detyrueshme në këtë moment. Rivim vetëm pas pak në studio për të vjuar bisedën me miqtan. Mirë, ju rikthejmë listës prej 338 emrave të cilët kanë firmosur për kërkesën për krijimin e partisë së parë opozitare të Partisë Demokratike. Në fakt, pak përpara ndërprerjes publicitare, unë përmenda një tjetër emërtesë, sepse kështu i takon kronikave të kohës, në shtypin e kohës, në momentin më të parë që është referuar kësaj partie, është referuar si Partia Studentëve dhe Intelektualëve të rinj. Megjithse, teksa po flisnim me zotin Hoxha, po më sqaronte që në fakt kërkesa kur është dorëzuar zyrtarisht ka qenë me emrin e Partisë Demokratike. Çfarë ndryshimesh ka ndodhur sa i përket emërtesës? Data 10 dhe 11 ka qenë, si thua, periudha më decisive për të vendosur që lëvizja do të marrë karakter politik të organizuar apo do mbetet thjesht një lëvizje. Është roli intelektualëve shqiptar të përfshirë direkt në këtë lëvizje, siç janë të përmendur pra 15 antarët e komisionit nismëtar që nuk dolën rastësisht në krye të këtij komisioni, por ata ishin më aktivët në këtë periudhë, pra kaq intensive nga data 8 deri me datën 12 dhjetor të vitit 1990. Është roli i studentëve që ata ishin të vendosur që kjo të ketë patjetër karakter politik dhe formëzimin pra të kësaj strukture politike ja dhani pjesëmarrja e intelektualëve me kërkesën e vazhdueshme të studentëve. Duhet përmendim rolin e padiskutueshëm të zotit Berisha, të ndjerit Gramos Pashko, të Aleksandr Peksit, të Genç Rullit, të Preç Zoget, të Mitro Qellës, të Eduard Selamit, të studentëve Arben Lika, të Falin Malshiti, një më aktivët, i pa kontestueshëm për lëvizjen e tij tepër dinamike ka qenë Blendi Gonxhe, edhe Mimoza Feraj, ka shumë emra ndoshta dhe nuk mban mend të tërë. Pata kënaqësinë që t'ja u dorëzoj emrat e të gjithë atyre që kanë qenë më aktivët në këtë periudhë. Pra në datat 10 dhe 11, çdo minutë ndodhte, si thua, formëzimi i asaj që ne patëm në datën 12 dhjetor të vitit 1990, Partinë Demokratike të organizuar de facto, por jo të legalizuar ligjërisht. Pra ne paraprim me organizimin e saj. Legalizimi i Partisë Demokratike ka ardhur ditë më vonë. Është bërë mbledhja komision e përfaqësisë së studentëve, të intelektualëve, të punëtorëve të Tiranës dhe nga gjithë Shqipëria, ka patë dhe nga rrethet të tjera. Dhe duhet të falenderoj të gjithë ata që kanë mbështetur këtë lëvizje nga gjithë Shqipëria, ata për neve si e kemi ndier në mbështetjen e tyre, me fjalë. Gjithmonë ne ndjeshim më të fortë kur dëgjonim që Elbasani u bashkua lëvizjes, Dibri u bashkua lëvizjes, Shkodra domosdo, Kavaja, Vlora e Meradh. Çfarë ndodhi me emërtesën në datën 12 dhjetor, në darkë në orën 6 u bë mbledhja te kinoklubi Studenti dhe përfaqësia e studentëve që mund të ketë qenë mbi 500, por në fakt ishte numri më i madh jashtë se nuk i nxinte salla, vendosën që të krijojnë një panel që do të drejtonte mbledhjen dhe në panel ka qenë doktor Berisha, doktor Pashko, profesor doktor Pashko, ka qenë Preç Zogaj, Eduard Selami, Azem Hajdari, që drejtuan mbledhjen. Aty u diskutua për shkak edhe të periudhës së tij shumë aktive në median e shkruar të zotit Berisha, i cili qoftë në mbledhjen me presidentin Alia pati qëndrimin më burroror në atë mbledhje në gusht të vitit, në verën e vitit 1990, që kur u pyet për pluralizmin, ai tha never say never, me fjalë, kur mos thuj kur, sepse ai do të ndodhë. Azem Hajdari, Gramos Pashko, pra të tre gjatë diskutimeve dhe sugjerimeve të tyre, dolën me idenë që nga mbledhja duhet të dalim me një përfaqësi që do të jetë edhe
si thua organizimi faktik i lëvizjes studentore dhe të intelektualëve në një forcë politike. Pra. Gjatë diskutimeve në mes të gjithë atyre që u zgjodhën, u ra dakord që nga një lëvizje politike, pra një parti që mund pati sugjerime nga më ndrysh, që është Partia e Intelektualëve dhe Studentëve, Partia për Lëvizjen Demokratike, aty pra thash nga gjitha idet doli si më e pjekura ajo që ne sot kemi, Partia Demokratike e Shqipërisë. Atëherë nga doli kjo emërtesë në atë kohë, në cilën ju referuan media, lehtësim media, nëse mund ta quajmë kështu shtypin e kontrolluar që ishte ende për Agjencia Telegrafike Shqiptare të VSH-ja. Unë përmenda që data 8, sidomos data 10-11 ishte marrë pothuajse vendimi që kjo lëvizje do të marrë karakter të organizuar politik. Po patjetër. Se më duket që domethënë zoti Hoxha është i pushtuar nga emocionet e atyre ditëve dhe i referohet dhe unë besoj se dua ta plotësoj në këtë pjesën. Unë shoh më shumë se sa se ju po insistoni dhe më duket shumë e saktë sepse zoti Hoxha e tha saktë. Kërkesa ishte Partia Demokratike dhe grupi nismëtar që vendosi ishte shumë i qartë dhe i bindur edhe në efektin psikologjik që do kishte në masë edhe tek intelektualët. Emërtesa, sepse flasim për median e kohës e përmenda, nuk ka, domethënë nuk flitet për media afër qeverisë dhe larg qeverisë në atë kohë. Ka qenë vetëm një media dhe mund duket që ato segmentet që kryenin atë pjesën e propagandës që ne kemi thënë sigurimit të shtetit, nuk është banale kjo. Ka qenë shumë reale në atë kohë, jo më kot kanë insistuar në këtë lloj emërtese. Mund të ketë qenë jo e rastit e llogaritur që efekti psikologjik në mas ishte i kufizuar, sepse një lëvizje është më kufizuar se sa një parti. Dy terma, Partia Demokratike është shumë afeksioniste tek njerëzit që e dëgjojnë dhe tek horizonti pritës që ishte krijuar. Pra, ishte ekuivalente Partia Punës dhe krijohej Partia Demokratike dhe ishin dy forcat barabarta, me qëllim që ta zbenin efektin e kësaj dhe për të dhënë një konotacion tjetër të këtij organizimi politik, u munduan që edhe nga ana gjuhësore ta kufizojnë. Lëvizja e intelektualëve të ri dhe studentëve kufizon si një lëvizje infantile, në fakt në qoftë se e gjykon me ritmin e asaj kohe në kuadrin dhe propagandës negative që u bë kundër përfaqësuesve kryesor të Partisë Demokratike. Domethënë në shtypin e kohës u tentua me thënie për Azem Hajdarin janë botuar biografitë shëmtuara, element sharës, domethënë nga më ekstremët, thjesht për dekurajuar dhe ata njerëz që i shkonin nga pas dhe për dekurajuar pikërisht themje zhvillimet që erdhën pas, që nuk u ndalën nga asnjë lloj elementi. Por unë besoj që edhe kjo pjesë e medias, e interpretimit ose e artikulimit në këtë lloj terminologjie ka qenë pjesë e një strategjie. Ramiz Alia, presidenti i kohës, i dinte mirë të lëvizte këto element, këto fije dhe edhe kjo ka qenë pjesë edhe e luftës së nëndeshme politike që u shfaq, domethënë përderisa pushtetin atë kohë i zotronte të gjitha elementet e propagandës të medias edhe munduat që të afektoj publikun negativisht. Unë falenderoj zotin Boçi për plotësimin dhe është shumë e saktë ajo. Edhe unë në këtë moment para po përjetoj 22 vjet më parë pra atë të njëjtën gjë, sepse vërtet ka qenë diçka shpirtërore. Duhet të them përsëri në vijim të plotësimit të zotit Boçi, duhet të them që vendimi që bori qeveria saj kohe për mbylljen e universitetit ose të universiteteve në gjithë Shqipërinë ishte që në çdo sekond ata besonin që kjo lëvizje do abortohet, pra do shkatërrohet. Kjo është një lëvizje disa studentëve, ata ju vuan epitete nga më të ndryshme mos mi zë goja, sepse duke llogaritur se çfarë përkushtimi jetik pra të gjithë ata student, qoftë në Tiranë, por mos harrojmë, ne ishim shumë të bashkuar këtu në Tiranë. Lufta ka qenë shumë më egër në përrethë. Unë duhet të them që të gjithë ata që u angazhuan në përrethë, duhet të them që rreziku për ta mund të ketë qenë 2 herë më i madh. Pse? Sepse ishin më pak dhe represioni ishte më i madh. Pushteti atëherë përqendroi gjithë forcat që në periferi, pra, se si ta abortonte këtë lëvizje në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Dhe pastaj shpresa e tyre ishte sipas shoqatës së vullnetarëve të Enverit, e Mera që i krijuan si metastazat kancerore, përsëri të bënin një kundërsulm për ta shkatruar atë në qendër. Por kjo ishte e pamundur. Lëvizja studentore, lëvizja antikomuniste, lëvizja dhjetorit
duhet them që ka qenë një lëvizje shpirtërore, një lëvizje mençur, një lëvizje organizuar, secili prej nesh, qoftë në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë që kanë qenë të angazhuar në mbështetje të kësaj lëvizje, kanë ditur me detaje se çfarë duhet bëjmë dhe ku duhet arrijmë. Kush ishte ajo? Të shembim sistemin që kishte shkatëruar, gjakosur këtë kom për 15 vjet. Pra kjo ishte ata vetëm një gjë nuk llogarisin jetën e tyre. Nisët të flisnit për krijimin, momentin e krijimit të Partisë Demokratike. Mund të ndalemi pak tek platforma, momenti i parë kur një parti opozitare artikulonte strategjinë e saj politike përmes platformës, që është shumë e rëndësishme për një subjekt politik. Çfarë cilat kanë qenë elementet e saj? Pasi është mbaruar mbledhja e përfaqësisë pra të studentëve dhe të intelektualëve dhe të punojësve të Tiranës dhe të ardhur nga Shqipëria, kryesia e sapo zgjedhur, fillimisht prej 15 vetash, pastaj 19, u mblodh në kinoklubin e qytetit Studenti dhe filloi me mbledhjen e parë, që ishte edhe një rikonfirmimi i pjesëmarrësve në takimin e parë të forcës së parë politike opozitare të Shqipërisë. Dhe kush ishte hapi i parë? Hapi i parë ishte që të përgatisim dokumentacionin që mos të mbasim kohë për ta legalizuar Partinë Demokratike, pa për të dërguar dokumentat me njëherë në Ministrinë e Drejtësisë, sepse siç thash, rreziku ishte iminent. Në çdo çast, përsëri regjimi nga ana ushtarake ishte i fuqishëm dhe ne kemi akoma 22 vjet dhe nuk është demontuar arsenali ushtarak në Shqipëri pra. Ju imagjinoni se sa i madh ishte rreziku faktik. Dhe pra kjo ishte pjesa e parë ose pika e parë e mbledhjes së pastaj po në atë mbledhje janë bërë të gjitha organizimet e grupeve për të treguar se sa vizionare ishte ajo lëvizje dhe përfaqësia që doli nga ajo lëvizje bazuar në të gjitha atë çka kishte grumbulluar në vite, por sidomos në ato ditë intensive. Duhet të them që grupi nismëtar organizoi të gjithë strukturat e saj, deri dhe në komisionin elektoral, sepse siç jeni në dijenin nga historia, në atë kohë ata kishin filluar fushatën e zgjedhjes Partia Komuniste, Partia Punës e Shqipërisë me organizatat e masave. Dhe gjithë lufta jonë ishte që ne të zinim vendin tonë në atë proces që ata e kishin nisur tashmë. Prandaj ne nuk donim që të humbisim kohë. Kështu që u përgatit gjithë platforma, normalisht puna më e madhe se s'kishim as kompjuter, as gjë, as letër, as laps, as gjë, pra ishte diçka që nisëm. Kështu që si zyrë de facto, pra ku hartuar, pra ku është shtypur material që ju shikoni, është ka ndodhur në shtëpinë e zotit Pashko, të Gramos Pashkos, të cilin unë kam njohur që në vitin 79 ishte një njeri shumë i organizuar, shumë punëtor, dhe ishte i vetmi që kishte kompjuterin, kishte edhe printerin. Përmend edhe në kujtimet e saj zonja Kadere që ka qenë domethënë frekuentues të takimeve të herpastërshme që bëheshin midis intelektualësh në shtëpinë e zotit Pashko. Dhe aty një pjesë e komisionit nismëtar u vendos që të shkojë atje dhe pjesa tjetër u angazhua me detyra të tjera. Një pjesë duhet të përmend një detaj që përpara se sa të shkonin në shtëpinë e zotit Pashko, unë me porosi të doktorit shkoj në zyrën e tij në spital dhe marr një dosje me shumë materiale që siç mund të ishin kartat e Kopenhagës, të Helsinkit, materiale që ai mund t'i ketë grumbulluar ndoshta me kohë, që shërbenin për platformën dhe të cilat na vletën shumë në ato ditët e më voshme, sidomos për organizimin për përgatitjen e kërkesës për regjistrimin e Partisë Demokratike në Ministrinë e Drejtësisë. Plus është e vështirë të ngresh diçka nga fillimi kur nuk e përvoj. Asnjë lloj përvoje, habisme dhe energjia që është harxuar ka qenë. Kryetari i komisionit nismëtar, pra ne si kryesi zgjodhëm Azem Hajdarin, sepse ishte diçka krejtë e natyrshme që studentët duhet kishin vendin e tyre dhe vendin e duhur për arsye sepse ata ishin avangarda e kësaj lëvizje dhe të gjithë në mënyrë unanime ranë dakord që Azem Hajdari të jetë kryetari i komisionit nismëtar të Partisë Demokratike. Dhe siç thash u caktuan komisionet e Partisë Demokratike, ku përveç të tjerësh ishte edhe komisioni elektoral që ishte shumë i rëndësishëm. Unë personalisht u ngarkova për organizimin e degës së Tiranës, me një kusht, si thua, kërkova edhe vetë që doktor Berisha të ishte në mbështetje të degës Tiranës non-stop, sepse ishte një barë shumë e rëndë, për cilën ai ra dakord, por duhet të them shumë pak kohë pati për të marrur me këtë, sepse angazhimet e tij ishin shumë të mëdha,
ai duhet ishte prezent në shumë zona të Shqipërisë. Megjithatë, duhet them që Tirana ka qenë mjaft dinamike. Në 2 javë ne kemi organizuar, më kujtohet eksakt, 212 seksione të Partisë Demokratike në Tiranë. Ne vendosëm t'i quanim seksione, mos t'i quanim organizata siç kishte Partia e Punës. Pra jemi përpjekur, siç e tha zoti Boxhi, që atje ishte Partia e Punës, parti me historinë e saj bolshevike e më radh, dhe në krahun tjetër ishte Partia Demokratike që ishte e ardhmja e Shqipërisë, ashtu siç është vërtetuar dhe në historinë e saj në këto 22 vjet. Flasim pak për pas 22 vitesh. Unë do doja të bëj një koment sepse bëhet një pyetje për programin. Po. Duhet bëj dhe programit tek ajo çfarë ka ndryshuar pas 22 vitesh, se sigurisht që një parti për shtatet interesave të shoqërisë që ka evoluar. Por në fillim programi ishte strategjik, do të thënë ishte afat gjatë, jo afat mesëm apo afat shkurtër. Dhe ndër pikat kryesore, siç ishte instalimi I demokracisë nga pikpamja politike, I lirive dhe drejtave themelore të njerëzit dhe në sistemin ekonomik vendosja e tregut lirë, sigurisht kërkesat që bën shumë përshtypje ishte antarësimi në NATO, hyrja në BE, të gjithë këto elementë makro të programit të Partisë Demokratike. Dhe mbi gjithë ajo që bën përshtypje, pasi dua ta lidh me atë që shumë politikan ose apolitikan, se nuk janë politikan përderisa japin deklarata të tilla, bëjnë habi dhe mundohen sot të anatemojnë retorikën të ashtu quajtur nacionaliste të kryeministrit, që ju me një lapsus të bukur të ngarkuar nga situata e thatë Shqipëria e madhe, quhet lapsus I bukur, unë nuk e them dot sepse jam në politike dhe nuk mundem do të jap konotacione se as unë nuk do të pozicionohem në këtë rast. Megjithatë, meqense ke programi themelor ka qenë bashkimi I kombit shqiptar sipas rrjedhave historike të kohës. Kjo është domethënë e perifrazuar nga ana ime, nuk është. Ta ilustroj me fakte, kemi këtu fjalën që thot ylli ynë polar çështja kombëtare. Ka përmendur dje në festën e PD-s. Dhe këtu është fjalimi I tij që është mbajtur përpara studentëve, publikuar në numrin e parë të gazetës Rinia Demokratike. Duhet bëj habi sot, është një nuk është një dalje, një kartë elektorale, është një element themelor I programit të Partisë Demokratike që në lindjen e saj çështja kombëtare është ylli polar I kësaj partie në program. Duhet të them dhe një detaj të mbledhjeve të netëve të vona të Komisionit Zyrtar, ku na erdhi një propozim me fjalë që shiko, duke patur çështjen kombëtare si thebel të programit të Partisë Demokratike, mos dëmtojmë procesin e tjera. Ka pas debate të tilla. Dhe duhet të them kjo është origjinale. Nuk duhet të shikojmë në rrjedhën e historisë se ç'a ndodhi më vonë me figurat e Partisë Demokratike me radhë dhe tjera. Por unë I referohem dhe jam në këtë tryezë sot për t'ju referuar asaj kohën apo. Pra për të sjell memorien erdhi ky mesazh dhe doktor Berisha qohet në këmbë me atë dorën e tij karakteristike, tha, në qoftë se diskutohet çështje kombëtare ose në qoftë se dikush mendon ta heqë këtë nga programi, atëherë nuk ka më Parti Demokratike. Pra nuk është sjellje e re. Absolutisht, zoti Hoxha, është sjellje fillestare e krijimit të Partisë Demokratike. Dhe për kombin nuk punohet thjesht duke bërë deklarata, demonstrime të tipit AK, punohet çdo ditë me politika të caktuara, me është punuar çdo ditë, me elementë tjerë, me ngritjen e emrit të Shqipërisë, me futjen e saj NATO, me kërkesën për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe me të gjitha elementet e tjera të zhvillimeve sociale dhe ekonomike. Pra është një ndërmarrje tërësore, shumë vjeçare dhe që ka efektet konkrete sot. Nuk janë deklarata rastësore, nuk janë shqetësime momentale fushatore, por janë është tharmi e ekzistencës së një partie politike vërtet, siç është Partia Demokratike, me natyrë të djathta gjithmonë janë shumë patriotike, nacionaliste, pozitive, jo nacionaliste, negative, dhe këtë lloj trendi politik normal ajo e ka ruajtur dhe e ka shfaqur. Në fakt sot ajo që vjen re nuk është, domethënë, frekuenca e deklaratave patriotike në rastin e festave, por është rritja e frekuencës së shqetësimit të partive të tjera ndaj këtyre deklaratave, sepse I tremben pikërisht, domethënë këtij elementi tepër, themi, shpresë të Partisë Demokratike në situatën që është krijuar, themi, situatën parazgjedhore. Pra, më shumë në këtë rast zhurma bëhet nga
përfaqësuesit e partive tjera. Është në Facebook, Lëvizja Studentore, e kam dhe të dokumentuar programin minimal të Partisë Demokratike, që është 2 flet, ku shprehet e para të saj janë për çështjen kombëtare. Duhet të shtoj diçka më. Është e deklaruar, është e certifikuar nga akademik ndërkombëtar të politikës se Shqipëria ka patur regjimin më totalitar në botë. As Korea e Veriut sot nuk e ka atë që ka kaluar Shqipëria. Dhe imagjinoni ndeshjen e një force të re politike me regjimin më totalitar, më ushtarak për masat e saj në Europë më gjerë, të thotë që lufta, përpjekjet tona, por si pasojë dhe arritjet tona duhet të vlerësohen më shumë se arritjet e një force politike, bie fjala në Rumani ose në një vend tjetër ish komunist. Nëse do të flasim pak për këto 22 vite, një krahasim midis zhvillimit që ka pësuar shoqëria dhe zhvillimit që ka pësuar klasa politike. A mund të themi që janë emancipuar të dyja paralelisht, dhe këtu nuk ndalem thjesht tek Partia Demokratike, por sot kemi një seri partish, kemi një klasë politike pluripartiake, sigurisht, që ka pasur evoluimin e vetë ndër vite. Një opinion të gjithë secilit për ju, të fillon nga zoti Boçi, më pas nga zoti Hoxha. Në qoftë se do i referohesh a klasës politike në tërësi në raport me shoqërinë, unë do thoja që emancipimi ka lëvizur njëkohësisht në mënyrë paralele dhe jo në mënyrë paralele, sepse në momente e caktuara shoqëria shqiptare ka treguar që është më emancipuar se sa politika, dhe në momente tjera sigurisht politika është ajo pararencia, është lokomotiva një shoqërie dhe po sigurisht po s'mund themi, domethënë nuk ka përgjigje taksative në këtë rast, sepse politika është pjesa e elitës së një shoqërie, është kulmi i një angazhimi dhe shoqëria shqiptare ka domethënë evoluar në këtë lloj pikpamje, përgjatë këtyre 20 viteve ka krijuar elitën politike, elitat janë asete shumë të rëndësishme të një kombi dhe nuk mund themi që elita është më prapa se sa shoqëria. Unë po them momente të caktuara, vërtet shoqëria ka tejkaluar themi në shkallën e emancipimit pikërisht partitë politike dhe unë gjithmonë jam referuar dëshirës madhe sipas sondazheve për marrjen e statusit të popullsisë ose themi të shqiptarëve që 97% e tyre kërkojnë marrjen e statusit ose kërkojnë votimin e atyre ligjeve që nuk pengojnë marrjen e statusit dhe pjesa e politikës që është shkaku kryesor nga gjitha deklaratat e ndërkombëtarëve që është ajo pjesë e politikës, pjesa e majtë e politikës, se unë fola në tërësi për politikën, e cila me mënyrën e komportimit saj pengon në mënyrë të ndërgjegjshme pikërisht marrjen e statusit. Pra në këtë pikë kush është më i emancipuar? Është pikërisht shoqëria dhe një pjesë e politikës, por jo e gjithë politika. Ndërsa në pjesët e tjera sigurisht ka qenë politika, janë idet politike ato që tërheqin edhe fushat e ekzistencës e komunikimit social, tërheqin ekonominë, tërheqin kulturën, tërheqin dhe këto evolucione. Për gjatë këtyre 20 viteve janë produkt pikërisht i politikës. Ne s'duhet të ndërtojmë ligjërim antipolitik, jo, politika është elit. Ne duhet ta përkrahim politikën, sepse fatkeqësisht tek ne ka politikanë që luftojnë politikën, ndërkohë që ajo duhet ndihmuar dhe ajo duhet mbështetur, sepse është ajo që guidon një mos themi popull, sepse ose një masë caktuar, një shoqëri caktuar. Në ato shtigje që ajo kërkon të ecë për të arritur atë që quhet mirëqenie e saj, e gjithashme ekonomike, kulturore dhe sociale. Zoti Hoxha, përgjigjja juaj besoj do të jetë ndryshme se ndoshta zoti Boçi është më i përfshirë në politikë në këtë moment, ndërkohë që përgjigjja juaj, Partia Demokratike ka një avantazh në raport me gjithë partitë tjera, sepse është partia e parë opozitare, tashmë është partia gjithë klasën politike. Po marr një detaj, meqense thash janë ato gjëra që më lidhin me te, unë jam i lidhur me atë dhe do të vdes i lidhur me atë parti, sepse jam krijuesi, themeluesi i saj, ku thash unë kam vënë jetën time në balancën e asaj krijese, të asaj lëvizje aq të rëndësishme për tërë kombin shqiptar, jo vetëm për Shqipërinë, por për tërë kombin shqiptar. Është Partia Demokratike që vuri në rendin e ditës të ndërkombëtarëve çështjen e Kosovës, çështjen kombëtare në përgjithësi e pra do duhen emisione të tëra për ta përvyer. Thash ka një avantazh sepse Partia Demokratike doli nga thirrja e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Partia Demokratike ka referencë Europën, arritje më të mëdha europiane. Kështu që ajo gjithmonë do të jetë e avancuar, e modernizuar në raport me forcat të tjera politike. Kur fatkeqësisht nuk kemi forcat të tjera politike që i referohen të kaluarës. Ndërsa kjo forcë politike
i referohet armë. Dhe normalisht që ne dolem me parullën, e duam Shqipëri si gjithë Europa, pluralizmi politike me radhë, dhe ajo që kemi në Shqipëri, pra një numër të konsiderueshëm të forcave politike, është edhe një përmbushje e atyre thirrjeve të viteve të studentëve dhe të gjithë intelektualëve dhe të punojësve të Shqipërisë për të patur një Shqipëri multipartiake. Normalisht që po të bëjmë referencë me perëndimin, me Britaninë e Madhe, është vështirë të bësh krahasime të tilla. Por unë shoh që dinamizmi i Shqipërisë në të gjitha aspektet, kur flasim për ndërtimin e saj, pra ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në Shqipëri, që janë ndryshime të përditshme, me fjalë, pra edhe të prekshme. Ashtu ndryshon tërë shoqëria jonë njerëzore. Dhe bashkë me të ndryshojnë edhe përmirësohen edhe ka përsosje të gjërave që duhet të ndodhin edhe në planin politik. Në këtë kontekst, them që Shqipëria ka vetëm një adresë, Europa perëndimore, dhe shpresojmë që Partia Demokratike do të jetë ajo që do të marrë, si që nisi, ajo do të marrë edhe, si thua, certifikimin e saj, pra për ta patur Shqipërinë në Europë, dhe si aspirat do të sjellë standardizimin edhe në politikën shqiptare. Unë ju falenderoj për pranimin tuaj në studio. Kemi mbritur në minutat e fundit. Sigurisht ka qenë një kënaqësi e veçantë për të ndalur në disa të vërteta historike, sepse shpeshherë përfshihemi në retorikën politike për shkak të polarizimit situatës, humbasin të vërtetat, dhe kjo nuk do të ndodhë, paktën në ditë caktuara dhe të shënuara, sikurse është kjo e 12 dhjetorit. Falenderoj zotin Luciano Boçi, deputetin e Partisë Demokratike të Qarkut të Elbasanit, për pranimin tuaj në studio. Njëkohësisht falenderoj edhe zotin Hoxha, kryetarin e Dhomës së Tregtisë Shqipëri Britania e Madhe. Ju faleminderit. Shqipëria e Madhe, Britania e Madhe. Unë vërtet jam ndjerë shumë mirë, sepse unë dalëm tek e vërteta, sikurse thash pak më sipër, dhe me këtë rast teksa po shfletoja dhe numrin e gazetës, ishte një thënie shumë e veçantë e drejtorojit që thoshte e vërteta nuk është bie simpatisë, por është bie diskutimit. Dhe unë besoj që kjo bisedë nuk ka qenë produkti simpatisë për shkak të bindjeve tuaja vetjake të përbashkëta, por ka qenë produkti një diskutimi objektiv mbi fakte reale që i takojnë përpara 21-22 viteve kohës së themelimit të Partisë Demokratike. Ju falenderoj të dashur miq për vëmendjen që na kushtuat. Ju takim të premten ora 16 me një tjetër temë, dhe ju lë në shoqërinë e programacionit në vijim në UTV News. Bashkë ne takofshim.